Allahun Azza wa Jalla e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavat dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Më pas e lutim Allahun Azza wa Jall me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën lutja ai thot: O Zot, ne mundso që të vërtetën ta shohim si të vërtetë dhe ta pasojmë atë. Kurse të pavërtetën ne mundso ta shohim si të tillë dhe të largohemi nga ajo. Amin. Sot jemi 15 Rabiul Awwal apo 16 Rabiul Awwal, sipas kalendarit lunar. Dhe e gjithë kjo datë na e përkujton neve lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na përkujton neve ardhjen në këtë botë një burit të madh, i cili paraqet dritë, i cili paraqet udhëzim, i cili paraqet largim prej të keqes në të mirë, i cili paraqet rrugë e cila shpije në xhennet, i cili paraqet rahmet, i cili paraqet drejtësi, i cili paraqet çdo punë të mirë të cilën ka mundësi me paramendu dikush. Dhe se gjithë kjo datë, e gjithë kjo ndodhi ja vlen të përmend dhe të përkujtohen besimtarët për këtë ndodhi të madhe që ka ndodhur. Dhe se unë nuk do të flas për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se sonte koncentrimi i ligjëratës do të jetë rreth ndodhive të mëdha që kanë ndodhur para se të lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që është një histori në vete ku do të mundohemi në pika shumë të shkurta ta paraqesim, do thotë lindjen dhe ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shenjat dhe alametet të cilat kanë treguar se është duke ardhur diçka shumë e madhe. Aq i madh ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë shenjat të cilat kanë ardhur para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e argumentojnë se ajo që ka ardhur është diçka më e madhe se kjo. Por e kupton kush e kupton. Dhe se na kur flasim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur flasim për lindjen e tij, kemi për qëllim pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur tregojmë jetën e tij të madhe, kur tregojmë shenjat e para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, synojmë që të tregojmë dhe të insistojmë në atë se neve dashtëm apo s'dashtëm e kemi patjetër që ta pasojmë rrugën e pejgamberit më të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ta kuptojmë një herë e përgjithmonë se dashuria ndaj këtij pejgamberi, ndaj kësaj vule të pejgamberisë manifestohet me vepra e jo me fjalë. Ta kuptojmë një herë e përgjithmonë se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me vepër e nuk është me fjalë. Është me vepër e nuk është vetëm se me zemër, por se vepra është pasqyrja e fjalës dhe zemrës që e kemi të fshehur në gjoksin tonë. Dhe se çdo kush i cili pason dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga ana tjetër nuk ka vepër, punën e ka të thatë, apo Allahu mos e boft, veprat i kanë kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë atij i themi, jo që ti nuk e ke dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bile e ke urrëtur. Allahu na ruaj nga kjo. Dhe se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam manifestohet në të gjitha segmentet e jetës tonë. Manifestohet me besimin tonë, që është e padukshme, manifestohet me veprat e tona, manifestohet me pamjen tonë fizike, manifestohet me namazin tonë, manifestohet me durimin tonë, manifestohet me sjelljen tonë ndaj të tjerëve, me moralin apo më mirë thonë, manifestohet na kur martohemi, na edhe kur vdesim, tregojmë dhe shfaqim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bindim që të gjithë se na jemi me të vërtet pasues të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptimin e plot të fjalës. Dhe se me qëllim po i përmendim vetëm shenjat të cilët kanë ndodhur para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta kuptojmë madhështinë e ardhes së kësaj vule të gjithë pejgamberëve.
Masi që kemi të bëjmë me një burr, i cili është vula e gjithë pejgamberisë. Masi që kemi të bëjmë me një burr, i cili është më i dashuri në mesin e më të dashurve, është më i dashuri në mesin e shumë pejgamberëve. Masi që flasim për një burr, i cili burr është taku me Allahun Azza wa Jall. Masi që flasim për një burr, të cilit burr janë dhënë shumë obligime, është e udhës dhe e rendit, që çdo kush ta kuptoj se ky burr nuk është sikur se gjithë burrat e tjerë. Lindja e këtij burri nuk ka qenë sikur se gjitha lindjet tjera, por se ky burr është dritë, udhëzim, udhëryfyes dhe shpëtim për gjithë njerëzimin. Është shpëtim për gjithë njerëzimin. Para se të vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të lind, halli i gadishullit arabik ka qenë në shkallën më të keqe në rrugën toksor. Gjendja e tyre më keq s'ka pas ku shkon më. Më keq nuk ka pas ku shkon më. Shirku ka qenë kulminacion, që është shkaku më i madh i dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër, në aspektin e moralitetit ka qenë në kulminacion. Nga ana tjetër, kamata ka qenë kulminacion. Vrasjet kanë qenë kulminacion. Luftet me farefiset, në mesin e farefisëve të cilët kanë qenë me zvete edhe gjak her pas here, kanë qenë kulminacion. Çdo fis ka qenë luftë me fisin tjetër. Nga ana tjetër, në aspektin e fetar, organizimit fetar, ka qenë do të thotë katastrofë, sepse feja është shndruar në biznes, derisa shumë transmetuese, po flas gra këto, tregojnë dhe thonë se kur shkonim që ta vizitonim Qabën, kushti me kazve ka qenë që çdo kush ta ketë robën e me kazve, për gratë e veçantë. Dhe ai që s'ka pas të holla ta blej atë robë, që të bëj tavaf në kohën e xahiletit, në kohën e shirkut, ka qenë i detyruar apo ka qenë e detyruar që të bëj hax e xhveshur, që të bëj tavaf e xhveshur. Thot sahabika, detyrohesh me që një në dorë ta vendojmë në pjesën e sipërme të trupit ton, e dorën tjetër ta vendojmë në pjesën e turpshme të trupit ton, që t'i mbulojmë organet gjinitale tona. Në këtë gjendje ka qenë gadishulli arabik. Në këtë gjendje kanë qenë arabët në atë kohë. Këtë gjendje të keqe kanë qenë arabët në atë kohë. Dhe se Allahu Azza wa Jall me rahmetin e tij të madh, para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i çon disa nishane, disa shenja për të treguar dhe për t'i para lajmëru me kasit arabët të asaj kohë dhe gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit, se ka më ardhur një shpëtim shumë i madh për gjithë juve. E para është se Abdul Muttalibi, gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sheh një ëndër dhe thot isha duke fjejt. Edhe thot pa prit mas në gjumë më erdh një njeri, e më tha ihfir Tajbe. Tha shko dhe gropoje kanë Tajben, Medinë. Edhe i më urdhrej dhe me disa urdhësa tjera, derisa më tha ihfir Zemzem, shko dhe gropoje Zemzemin. Na e dim mirë se Zemzemin e ka zbulu Ismaili alayhi salam duke lujt me komët e tij, apo duke lëviz me komët e tij nga etja e madhe që e kishte. Dhe se pas një kohë jo shumë gjatë, burimi i Zemzemit u pat humb, u pat zhduk. Askush nuk e dinte se ku është burimi i Zemzemit. Deri në vitin që do të lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjyshi i tij e sheh në ëndër dhe vjen me laç e thotë shko Zemzemi burimin e ka në filan vendin. Shko dhe filloje që ta groposh. Dhe nuk është e rastishme që Abdul Muttalibi me vete për ta gropu Zemzemin e merr Abdullahun, babën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe së bashku fillojnë kërkimin e burimit të Zemzemit derisa atë burim e gjojnë. Derisa thot Abdul Muttalibi, kur fillum të gropojmë, i largum disa gurës dhe filloj që dheu të del i njom. Dhe kuptova se këtu me të vërtet është burimi i Zemzemit, dhe atëherë Abdul Muttalibi do thot e ban qelen e ujtë të Zemzemit, edhe ai me laçja e cili i vjen në ëndër i thot
لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. Vendi I cili është gjetur do të thotë Zemzemi, për ndryshe më herët është quajtur fshati I Bubrecit. Do të thotë pjesërisht është emërtuar ashtu, ai I cili ka qenë në Mekke ka pasë Zemzemi edhe burimi I Zemzemit edhe qabja mes vetes si kanë as 20 apo 25 metra. Që du me thonë me gjithat, Allah Azza wa Jall s'va ka mundësu që çdo kush ta xhojë atë Zemzem, derisa Allahu Azza wa Jall ja ka mundësu që këtë Zemzem ta xhoje Abdul Muttalib dhe të cilët Abdul Muttalib I thot me laqa në ndër se kur s'ki mu bo pishman që e ke gjetë këtë ujë, sepse thot ti me anë të këtij ujit kimi jodhon ujë të pishëm agjilerve të cilët vinë për ta vizitu qabën e shenjtë. Kjo ishte një shenjë madhe, sepse kur themi Zemzem, kur themi ujë, themi ari, themi pasurie e cila është më e vlefshme se ari nga dishurin arabik. Kur themi Zemzem, paramendone dikujt në borin e shtëpisë të tij në Maqedoni t'i del nafcat. Këtë kemi për qëllim Zemzem. Bile do të thotë krahasimi ndoshta është pak banal, por se themi vlera e Zemzemit, vlera e ujit në atë tokë, në atë shkretir, biwadi ngajri dhi zar, me një login ku s'ka bim e as që ka ujë, por se karpa dhe kodra të mëdha të vrajshda, tregon vlerën e Zemzemit. Tregon peshën e Zemzemit, I cili Zemzem do të luaj një rol shumë të rëndësishëm dhe të madh për familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse me këtë vepër familja Beni Hashim apo familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bëhet rojtare e ujit të Zemzemit. Bëhet kujdesare e ujit të Zemzemit, që ishte një epitet shumë I madh, I cili Zemzem do shpërndahet për të gjithë që vinë prej anën mban botës e do ta dinë që të gjithë se kemi pi ujë nga familja e të dërguarit. Sepse kështu ka mbet me lejnë Allahut subhanahu wa taala. E dyta, në atë vit ndodhi shkatrimi I pronarëve të elefantave. Mbreti I Yemenit Ebreheja, I cili do të thotë ishte mushrik, dhe thuhet se kishte pas ndërtu një faltore të madhe, të cilën e kishte ndërtu me gurus të çmum dhe me ari, dhe kishte pretendu se gjithë njerëzimi do të vinë që të adhurojnë atë faltore. Sepse ishte njeri jo besimtar. Nuk adhuron të Allahun Azza wa Jall. Dhe një ditë prej ditëve shejtani erdhi dhe I bani vezvese dhe I tha: ti e ndërtove këtë faltore të ndën, por se që të gjithë shkojnë në tek shretira që është në Mekke. Që të gjithë shkojnë atje. Për të ngrit namin faltorës tonë duhesh ta rënosh Qabën. Edhe ai për të arritur këtë qëllim e formoi një ushtri të madhe, morën me vete elefanta të mëdhej, ushtar të veçum, dhe u nis për të rënu shpinën e Zotit. Ama Allahu Azza wa Jall një gjë të tillë se lejon. Dhe Allahu subhanahu wa taala për me tregu fuqinë e tij dhe për me tregu shenjtërinë e Qabës, shtëpisë së tij, I dënoi dhe I shkatroi me shpenzë të vegjla të cilët mbanin në vete gurës të vegjël. Për me tregu se ti edhe pse kjo e ke zgjedh kafshën më të madhe që duket, më të egër dhe më të vrash, që bart më së shumti, unë ti ka me shkatru me gjithë këta kafsh, vetëm me një shpenzë të vogël, me gurës të vegjël, për me tregu se ti nuk vlen asgjë, dhe se fuqia jote nuk krahasohet me fuqinë e Zotit, dhe se Allahu Azza wa Jall këtë shtëpi do ta mbrojë dhe ta ruaj deri në ditën e gjykimit. Dhe me të vërtetë ashtu edhe ndodh para hyrjes së Ebrehejës do të në Mekke, Allahu Azza wa Jall thot: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Thot: "O ti Muhammed, a nuk ke ndëgju, a nuk e ke pa se çfarë bëri Zoti me pronarët e elefantave? Se si Allahu Azza wa Jall ata I shkatroi. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil."
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tregimi që është deri në fund që tregon se ka dërguar shpensë të cilët do të gjujnë me gurës e Allahu Azza wa Jall, ata do të shkatërrojë dhe thotë dhe nuk do të lënë asgjë nga pasojat e tyre. Që tregon se janë ndodhi të mëdha të cilët ndodhin para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Që të mos harrohet ndodhia e lindjes së tij, që të ketë me çka të ndërlidhet lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lindur në vitin e elefantit. Për këtë shkak viti 571 njihet në historinë njerëzore sikurse viti i elefantit. 571 sipas lindjes së Isahut alayhis salam, pas lindjes së tij. Do të thotë njihet si viti i elefantit, nga se ka ndodhur ndodhia e madhe që Allahu Azza wa Jalla ato elefanta, ato kafshë të mëdha i shkatroi do të thotë me anë të shpendëve do të thotë të cilët kanë qenë të vegjëlla. Tregojmë këto preardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëra nga para përgatitjet për zgjedhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga fisi Beni Hashim është edhe loza e tij, është edhe preardhja e tij. Është edhe preardhja e tij për me tregu dhe kuptu që të gjithë se në preardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë mangësi. Për këtë shkak askush deri më tani kanë kaluar do të thotë tepër se 1440 vite nga lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Askush deri më tani nuk ka asnjë fjalë të keqe për lozën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është mrekullia e Allahut Azza wa Jall, të cilën ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në lozën e tij edhe armiqt më të mëdhej nuk kanë pas mundësi që të kenë vërejtje në lozën preardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka preardhjen më të mirë dhe më kristale që është në rruzullin toksor. Dihet çdo paraardhës i tij deri te Ismaili alayhi salam, edhe deri më sot. Deri më sot nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë të gjallë, dihen kush janë. Dihen kush janë nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe deri më sot. Edhe çdo kujt i them, hap tazi. Le të argumentoj preardhjen e tij jo 1400 vjet, 500 vjet. Gjysh pas gjyshi. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lozën e tij e ka të lidhur fort zinxhiri, askund nuk shkëputet, deri tek Ismaili, i cili është biri i Ibrahimit alayhi salam. Që tregon se në këtë familje pa marrë parasysh se s'kan qenë musliman, që të gjithë nuk ka pengesa dhe mangësi në aspektin moral. Nuk ka pengesa dhe mangësi në aspektin e moralit. Gjithë kjo familje, pa marrë parasysh etapat në besimin që i kanë pas, prej Ibrahimit a.s. apo Ismailit a.s. deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, askund nuk ka shkëputje në lozën e tyre. Nuk ka moralitet. Nuk ka moralitet. Që tregon se loza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zgjedhur nga ana e Allahut Azza wa Jall, që të jetë një njeri kristal i pastër, që askush të mos merr guximin që të thotë ti rjedh prej filan familjes e cila para shumë vitesh ka bërë kështu e kështu. Ja, kjo s'ka ndodhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra e ki një pejgamber e pason një burr i cili është pa mangësi në aspektin moral. Nuk ka asnjë farë mangësi në aspektin moral, pra ndihu krenar se duke ndjek një burr i cili është brez pas brezi kristal në aspektin moral. Dhe se ti me këtë çështje duhesh të krenosh, dhe se këtë meselë duhesh ta mbash mend. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot da'watu abi Ibrahim, kur e kanë pyet sahabët si u bën pejgamber, si ndodhi që ti të jesh pejgamber mu prej kësaj familje, mu prej kësaj loze. Tha da'watu abi Ibrahim, e para tha unë jam për pejgamber sepse baba im, dyshim,
Ibrahimi a.s. është lutër. Çfarë ka thonë? Thotë Allahu Azza wa Jall: "Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim." Ka thonë Ibrahimi a.s. është lutë. Ka thonë o Zot ka thonë, këtu në këtë vend dërgoj një pejgamber nga mesi i tyre për Mekë. Yatlu 'alayhim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. I cili pejgamber ka mu a lezu ajetet e tua. Dhe çka? Do t'u mësoj ajetet e tua, do t'u lexoj dhe do t'u mësoj ajetet e tua. Kur'ani është për qëllim. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. Edhe urtësin ka me vëmsu, edhe në fund ka me i pastru nga shirku dhe devijimi. Edhe këtë dua e ka bull Allahu Azza wa Jall dhe mund në Mekë ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Muhammed Mustafa. Dhe thot pejgamberi se para është se gjyshim Ibrahimi është lutë që unë dalë këtu pejgamber. E dyta ka thonë wa bushra Isa, edhe përgëzimi Isaut alayhi salam. Edhe përgëzimi Isaut alayhi salam, i cili ishte pejgamber para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi para fundit. Çfarë doja ka bu Isa alayhi salam? Ka thonë wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Dhe thot unë po ju përgëzoj me një pejgamber i cili do të vije pas meje, i cili do ta ketë emrin Ahmed. I cili do ta ketë emrin Ahmed. Këtë e ka thonë Isa alayhi salam dhe kjo shënohet në librat e vjetra krishtere. Dhe fort mirë din krishterët para lajmërimin e Isaut për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo rastisht ju ka thonë edhe po ju përgëzoj. Edhe po ju përgëzoj se pas meje do të vijë një pejgamber i cili do ta ketë emrin Ahmed. Është për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto e përmend pejgamberi sa thot unë jam bo pejgamber se dhe Isa alayhis salam ka përgëzuar për meje. Wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at minhu qusur ash-Sham. Dhe thot nana ime ka pa në ëndër sikur se prej saj del një dritë, e cila dritë i kanë ndriçu pallatet e Shamit. Këtë ëndër e ka pa para se me lind. Ku të njëjtën ëndër e ka pa edhe gjatë lindjes, të njëjtën dritë e ka pa edhe gjatë lindjes, do thot haptazi. Eminia nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ardhja e tij nuk është e rastishme. Është lutja e Ibrahimit alayhis salam, është përgëzimi i Isaut alayhis salam, dhe nga ana tjetër është ëndra drita të cilën dritë ka pa nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Martesa e Abdullahut me Eminën. Tregojmë se kjo martesë nuk ka qenë e thjeshtë. Dhe se kjo martesë, ky bashkim i dy çifteve nuk ka qenë e rastishme. Dhe se ka qenë bashkim i dy çifteve me di loza kristale. I dy të rive të cilët nuk kanë pas kur një farë fjale gjatë rinisë së tyre. Për Eminën është ditë se ka qenë në vajzë e cila është me prejardhje kristale, e cila është me nder kristal. E njëjta ndodhet edhe me Abdullahun, babën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka qenë djalosh i njohur në mesin e Mekazve, me prejardhje kristale, me një babë i cili e ka gjetë Zemzemin, dhe i ka ndihmu babës i tij gjatë gropimit të Zemzemit, dhe nga ana tjetër ka qenë djaloshi për të cilin djalosh baba i tij, Abdul Muttalibi, ka dhënë 100 deve për ta liruar nga vrasja, sepse baba i tij, Abdul Muttalibi, kishte bërë betim se do ta vret Abdullahun. Porse pastaj do të thotë i dha 100 deve për ta shpëtuar djalin e tij nga therrja. Dhe Allahu Azza wa Jalla cakton që ky i ri me prejardhje kristale të martohet me filan të rejen me Eminën, e cila ishte do të thotë vajzë e ndershme me fis të ndershëm, të cilët kishin mundësi me një farë mënyre ti rinë njëri tjetrit për së afërmi. Që të del një burr i cili është më i madh se këta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu edhe ndodh
martesa e Abdullahut me Eminën, dhe se pas kësaj martese, pas një kohë shumë të shkurt, Eminja mbetet shtatzane, kurse Abdullahu merr rrugën për në Medinë, për një vizitë që kishte dashur ta bën, edhe gjatë kthimit prej Medinës, Abdullahu ndron jetë vdes para se të lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu Allahu azza wa jall e cakton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lindë si çka? Ajini me mu. Si jetim. Të lindë si jetim. Pse të lindë si jetim? Që askush të mos thotë se ketë e bëri kështu babai i tij. Por se të dihet mirë se ketë e bëri kështu të jetë pejgamber Allahu azza wa jall. Që askush të mos thotë se për ketë u kujdes familja e tij, kujdes babai i tij, por se thuhet për ketë kujdes Allahu azza wa jall, sepse ishte jetim, edhe se Allahu azza wa jall e edukoi frymën më të shëndosh dhe e largoi nga gjitha mangësitë që ka mundësi të bën një njeri i thjesht duke ia pastruar zemrën pak më vonë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e hanë, data 12 Rabiul Awwal, viti 571, lind dhe vjen në këtë dunjë. Thot Eminja, nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot vallahi, thot lindja e këtij djalit nuk është sikur se lindjet e tjera. Thot e kam lind Muhammedin, nuk kam përjetuar asnjë dhimbje gjatë lindjes së tij. S'kam përjetuar dhimbje. Dhe është vetëm një lindje e cila përmendet pa dhimbje. Thot nuk kam dëgjuar dhimbje gjatë lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk kupton se ky është lehtësimi kur është vështirësia më e madhe. Vështirësinë më të madhe që ka mundësi me pas një gru është gjatë lindjes. Dhe kjo nuk kupton dhe simbolizon se ky burr është lehtësim kur është vështirësia më e madhe. Sikurse do të jetë për ummetin e tij kur do të bëjë shefat në ditën e gjykimit, o Zot na mundëso që edhe për neve të bën shefat. Pastaj thot Eminja, nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot vallahi, thot kur e linda pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e linda Muhammedin, thot pash një dritë, e cila dritë doli prej meje dhe ndriçoi gjithë Shamin. Dhe thot lindja e këtij djaloshi nuk është sikur se lindjet tjera, sepse ky nuk ra në dorën e të hujve, por se ra në tokë ka me dur, duke u mbajt. Dhe kokën e kishte të ngritur në drejtim të qiellit. Sepse aty është krijuesi i tij. Këto janë veçori, këto janë shenja se kjo është diçka shumë e madhe. Se kjo është udhëzim dhe drejtim dhe shpëtim për gjithë njerëzimin. Dhe Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, komentatori i njohur i Kuranit, thot e ka përmend, thot është përmend shumë hadithe ndryshimi që ka ndodhur në Sham për shumë arsye. Edhe këtë do ta citoj unë për shkak se tani në këtë kohë ka shumë probleme dhe telashe në Sham, në Sirinë e ditës së sotme, do ta përmendim me qëllim që ta kuptoni se ai vend nuk do të humbe kurrë. Sa ai vend kur s'ka me dështu. Sepse ja tani është koha që ai vend të ndriçohet dhe të ngritet ja kurrë. Thot wa takhsisu shami bi dhuhuri nurihi isharatan ila istiqrar dinihi wa thubutihi bi bilad ash-Sham. Thot Ibn Kathiri, dhe përmendja thot e Shamit gjatë lindjes së pejgamberit, ndriçimi i tij tregon dhe nënkupton se në kohën e fundit ai vend do të ndriçohet me Islam dhe me fe. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. Thot dhe për këtë shkak, në kohën e fundit, në zamanin e fundit, thot Shami do të jetë vend banim dhe vend tubim i Islamit dhe të muslimanëve. وبها ينزل عيسى ابن مريم بدمشق. Dhe thot në Sham, në qytetin Dimashq, ka me zbrit Isa i biri Merjemës. بالمنارة الشرقية البيضاء منها. Thot ka me lind në minarën
e cila është në pjesën lindore të Damaskut. Në minarën e bardhë që është në pjesën lindore të Damaskut, apo në pjesën e lindjes që është dhe thot pjesë e Damaskut. Walihadha jaa fi sahihain, dhe për këtë shkak thot ka në hadithin e imam që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amru Allahi wa hum kadhalik. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, deri në ditën e gjykimit do të jetë dhe do të ekzistojë një grup i cili grup ka me mbajt flamurin e të vërtetës dhe të hakit, kanë me qenë pasues të sunnetit dhe të ndjekës të rrugës të Kur'anit. Thot ata nuk do t'i dëmtoj askush. Askush nuk do të ketë mundësi që t'i dëmtoj e as që t'i ndalen nga rruga që e kanë marrë. Derisa hatta yati amrullahi wa hum kadhalik, derisa të vjen çështja e Zotit është për qëllim dita e gjykimit, e ato do të jenë përsëri në këtë gjendje. O Zot na mundsoj që edhe neve kështu të jemi. Që në kupton se ndriçimi dhe udhëzimi dhe lulëzimi i Islamit në zamanin e fundit do të jetë në pjesën e Shamit, në Damas dhe rrethinën e saj, më mirë thon. Dhe se nuk është e rastishme që nana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me lindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pasur del një dritë, e cila dritë do të thotë e ka ndriçuar gjithë, do të thotë vendet që janë të Shamit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lindi tham jetim, por se nga ana tjetër kishte familje e cila familje do të thotë ishte e veçuar dhe dalluar në Mekë. Dhe nona e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishte probleme për t'i dhënë gjithithje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe për këtë shkak një ditë prej ditëve dalin në tregun e grave të cilët kanë ardhur për me bë kontrata për me marrë fëmijë për gjithithje. Në Mekë ka qenë një treg i caktuar, ku një kohë caktuar gratë të cilët kanë pas foshnja të vogla, po fëmijë të vegjël, kanë ardhur dhe kanë marrë, apo i kanë ndru jetë fëmija, kanë ardhur dhe me të holla, kanë marrë fëmijë tjerë dhe ju kanë dhënë gjë. Dhe ju kanë dhënë gjë me pagë, me para. Dhe njëna prej tyre ishte edhe Halimja, e cila kishte pasur në treg, Halimetu Saadija, e cila kishte ardhur në treg për ta marrë një foshnjë, dhe thot Halimja, atë vit kishmi thatësi të madhe. Nga ana tjetër dhënë që i kishmi nuk kishin ushqim dhe nuk jepnin qumsht. Kurse thot unë kisha një djalë tjetër të vogël, të cilët nuk kisha qumsht të mjaftueshëm për t'i dhënë atij. Dhe kisha nevojë për të gjetë të holla, të blej ushqim, të ushqim vetë dhe të kem qumsht për fëmijën tim dhe për fëmijën të cilën do ta marr me pagë. Dhe refuzoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Halimja, sepse ishte jetim, nga se tek mentaliteti i tyre ishte turp që të mirët jetimi për gjithithje. Dhe gjitha gratë refuzonin. Derisa thot Halimja që të gjithë e morën nga një foshnjë të vëgjël, kurse unë mbeta pa e marr askan. Dhe thot e pash se nuk kam rrugdalje tjetër dhe turprohesha që të kthehem në fshatin tim pa foshnjë, dhe detyrova me marr Muhamedit. U detyrova me marr Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot e mora Muhamedin dhe shkova në shtëpinë time dhe prej çastit që e mora në shtëpi, mua më erdh qumshti i cili më tepronte. E ushqeva djalin tim, e ushqeva Muhamedin dhe kisha ende qumsht. Dhe thot, i dërgonim delet dhënë që i kishim për të kullot, shkonim të rasta me qumsht dhe të ngopura me ushqim, ktheheshin në të njëjtën gjendje. Derisa buri im më tha, ky fëmijë qenë ka i begatshëm për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Buri i Halimës tha, ky fëmijë erdhë dhe na solli begati të mëdha, të cilët nuk janë të rastishme,
sepse nuk I kishin para se më ardhë kë. Dhe që I gjithë fshati filloi që të fletë për këtë ndodhi. Derisa një ditë prej ditëve I gjithë fshati u tubu dhe I thanë burit të Halimës, thanë, a nuk ka mundësi që na dhënët e tona të dërgojmë së bashku me dhënët e tua, e që të kullosin në vendit ku kullosin dhënët e juaja, që të kthehen të ngopra që të gjitha së bashku. I dërguan, por se nuk ndodhe ajo që thanë. Përsëri dhënët e Halimës u kthyen të ngopra me qumsht, të tjerat u kthyen do thot pa ushqim e pa qumsht. Që nuk kuptu se nuk është dobia të vendi ku kullosin ata. E as në kohën kur dalin ata, por se është një çështje, një keramet I cili vjen prej Rabbul Aleminit Allahut subhanahu wa taala, si pasojë e asaj që këta kanë marrën në shtëpinë e tyre një njeri I cili është I begatshëm dhe një njeri I cili sjell shumë begati dhe shumë mirësi në rrezullin toksor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në moshën 6 vjeçare mbetet edhe pa nonën e tij. Në rrugën të cilën e marrin për në Medinë për të vizituar tezët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjatë kthimit ndron njëtë në rrugë, do të thotë nona e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Ebua, që është mes Mekës dhe Medinës, apo mes Medinës dhe Mekës, sepse ata kanë qenë në kthim e sipër. Por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mbikëqyrje e merr më një herë, do të thotë gjyshi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk kalojnë 2 vite, ndron jetë dhe gjyshi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nën për kujdesja e merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi, I cili më do të thotë deri në fund të jetës do të jetë kujdestar dhe mbrojtës së shpinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është rastishme marrja e Ebu Talibit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, që më nuk kupton një sent në muslimanët. Në muslimanët duhet me kuptu një mesazh, një mësim nga kjo. Shqani, këto nuk janë tregime. Nuk janë masalla dhe pralla që dikush duhet t'i mësoj si pralla dhe si masalla. Jo rastisht ndalemi dhe I analizojmë historitë që të marremi urtësi dhe mësime nga gjitha këto që t'i praktikojmë në jetën tonë. E gjithë kjo marrja e Ebu Talibit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, për kujdesi I tij deri në martesë dhe pas martesës dhe pas pejgamberllokut, tregon se ky din, kjo fe, ka me hec para edhe me ti o jo musliman edhe pa ti o ti musliman. Kjo fe hec për para edhe me neve edhe pa neve. Dhe se Allah azza wajal këtë fe, kur nuk do t'jenë në gjendje të ndihmojnë muslimanët, kur nuk do t'jesh në gjendje të ndihmojsh ti, ka me ndihmu këtë fe edhe me jo musliman. Mos mendo se ti pse se ndihmon fen, kjo fe ka me mbet pa u ndihmu. Vallahi nuk mbetet ashtu. Është fe e zbritur dhe e mbrojtur me lejen e Zotit. Dhe se Allah azza wajal her paseri për t'ju dërguar mësim, për t'i mësu musliman, për t'u mësu këtë urtësi, çon nishane dhe isharete, jo musliman, të cilët e ndihmojnë këtë fe më shumë se sa musliman. Dhe është pyetje e rëndësishme që na duhet me pyet veten se a ndodh kjo që ndonjë musliman ta ndihmojë fen ton më shumë se na. Jo musliman ta ndihmojë fen ton më shumë se na muslimanët. Apo a na ka ndodhur ndonjëherë që na ta pëlqejmë vetveten, të ndodhet vetë pëlqimi ynë, të mendojmë se na nuk ka më të mirë se na. Vallahi Allah azza wajal të largon të poshtron me një musliman që do ta ndihmojë këtë fe. Kjo fe ka me kone ndihmume dhe ka qenë ndihmume prej muslimanëve edhe prej jo muslimanëve. Ebu Talibi edhe ka vdekur si jo musliman, ka qenë ndihmuesi më I madh I Islamit dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu që më së shumti ja ka mbrojtur shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Ebu Talibi. Në rastet kyçe kur Mekkasit I kanë përgatitur atentatat më të mëdha, më precize, më detajzume për hakmarrje, Ebu Talibi ka ndërprej. E ka mbrojtur shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Talibi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka rit në shtëpinë e tij, mushrik. Ka qenë mushrik fune kry. E ka marrë në shtëpinë e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe prej moshës 8 vjeçare derisa I ka dalë në selamet e ka mbrojt dhe e ka rujt në shtëpinë e tij.
Derisa edhe majsi është bo pejgamber, majsi është bo udhëheqës, prijesi shumë muslimanëve, përsëri ka qenë nën kujdesin, nën mbrojtjen e Ebu Talibit. Nën kujdesin e tij dhe nën mbrojtjen e tij. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu bamirësi të madhe ndaj tij, derisa prej moshës 8 vjeçare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mirë dhënte Ebu Talibit, pa e obliguar Ebu Talibi. Pa e detyruar Ebu Talibi me dëshirën e tij, me vullnetin e tij. Ja mirë ka dhënte Ebu Talibit dhe ja dërgonte për t'i kullot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë çoban. Ka rujt dhen. Dhe aty do të përmendën urtësi të mëdha, të cilat urtësi do të thotë Allahu azza wa jall me urtësinë e tij i ka shkaktuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të para përgatitet për të bërë pejgamber. Dhe çdo njeri i cili don të bëhet i madh, her pas here do të vizitojë dhënt. Her pas here do të vizitojë dhënt dhe ndet mesin e dhënve. Për shumë arsye të cilat i përmendin dietarët, që thonë domethënë dhënt ta mësojnë sabrin sepse janë ngadalshme. Ecin ngadal. E dyta ta mësojnë çka? Çtin që të bëhesh modest. Sepse ata të përlin, e her pas here vrahën e ti ulesh dhe përkulesh, zhytesh, përlihesh për ta që atinve me ju ndihmu, që nuk kupton se muslimonët duhet të jetë modest, dhe se pejgamberi sa e ka mësuar modestin, është kalit modesti, të bën që të bëhesh shtrim, që her pas here me i dalë përballë edhe ujkut, që të luftojsh me kafshët e egra për ta mbrojt, kanë një kafshë shumë dopt, një kresë shumë dopt, që të regoj t'i thuash zullumqarit dhe zullumit stop dhe ndalë. Që të janë mësime të cëtë cilësi ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E fundit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë që ta fitoje dinarin me djersin e vetë. Të fitoj me djers, me mund, me lodhje. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një dua të tij, Allahu azza wa jalla ka pas mundësi që tër luginën t'ja bëjnë nga are. Ama se ka bërë. Përse çka kanë ndejt i varfër me vështirësi, për me na e bo me dije se edhe në fukara dhe ka islam. Edhe duke qenë fukara mund është me qenë musliman. Edhe kjo arsye bie në fund nga disa musliman që thonë unë s'm praktikoj fe se jam i varfër. Ma i varfër se pejgamberi se nuk je. Askush prej nesh nuk është më i varfër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shtëpinë askujt prej nesh nuk ndodh që 6 muaj të mos përgatitet ushqim. Në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 6 muaj nuk është përgatitur ushqim. Askush prej nesh aras na ka ndodh që të lidhim gurës në barkun ton nga unësia e madhe. Nuk na ka ndodh asnjëherë. Elhamdulillah, inshallah kur s'na sprovon. Por se themi feja islame praktikohet edhe nga ana e të pastërve edhe nga ana e të varfërve. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i varfër, por se ka qenë praktikues më i madh i kësaj feje. Themi Allahu azza wa jall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbrojtur nga mëkatet. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditë për ditëve i thot bashortës së tij Hatixhës, i thot ej Hatixhetu, wallahi la a'budu Lat. Ka thënë oj Hatixhe, ta dish një send, se unë nuk ja adhuroj Latin. Latin nuk ja adhuroj. Lati është një idhull i cili ka qenë në Qabe. Të cilën do thotë Lati dhe Uzza kanë qenë mashkull dhe femër, të cilët do thotë i kanë adhuru mushrikët e Mekkës. Do thotë Lati është mashkull, Uzza është femër. Të cilët i kanë adhuru do thotë mushrikët e Mekkës. Wallahi la a'budu al-Uzza abadan. E përmend ka këtu në hadith më pas ka hikmu dhe thotë unë as që adhuroj Uzzën asnjëherë. Kur nuk do të adhuroj ato? Si kam adhuru, as nuk do të adhuroj për t'i tregu Aishës, për t'i tregu Hatixhës se unë kur si kam bërë shirk Allahut azza, kur si kam bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Dhe e fundit, nëse nuk e teprojm, por do të më jepni 5 minuta kohë, ti tregoj shenjat e një priftit të cilët shenja i ka numru ai vetë me gojën e tij për pejgamberllëkin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dini fort mirë se Abu Talibi e mori me vete pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në tregtin që shkoi për në Sham. Dhe rrugës para hyrjes në Damask, prifti do thot i takon dhe thot transmetuesi i cili ka qenë prezant aty, thot ai prift
nga pranë asaj kishe kemi kalu shumë herë, por sa e prifti asnjëherë nuk ka dalë për me na prit në rrugë. Këtë herë thot, dole dhe na e prejo rrugën. Dhe na tha, kthehuni mbrapa se me vete keni një njeri shumë të madh, një djalosh i cili do të bëhet pejgamber, i cili është i paralemruar në të gjitha librat e mëparshme. E këta i thonë, dhe thot, hadha Rasulu Rabbul Alamin, thot, ky djalosh është pejgamberi i gjithë njerëzimit. Ky është pejgamberi i gjithë njerëzimit. Yeb'athullahu rahmatan lil alamin. Thot Allahu do ta dërgoj pejgamber mëshirë për gjithë njerëzimin. Ky prifti i thot këto fjalë. Fa qala lahu ashakhun min Quraysh ma 'allamaka. I than disa pleq më të dishëm që ishin së bashku me te. Nga e di ti këtë? Tha e di se tha ki i ka disa shenja. Innakum hina ashraftum min al-aqabati lam yabqa shajaratun wala hajar illa kharra sajida. Thot kur vishit prej Akabes, unë ju pash rrugës, nuk mbet gur e as dru i cili nuk i bënte sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në shtrim të plot ndaj këtij që janë shenja të mëdha. Dhe tha, wala yashdani illa li nabi. Dhe të gurzit dhe drojt nuk i bëjnë sejdë askujt përpas se një pejgamberi. Dhe kuptova se ky është pejgamber. E dyta tha, wa inni arifu bi khatamin nubuwwati asfala min qutrufi katifihi mithla tufahati. Thot e dyta e detektova se është pejgamber për nga vula që e ka mes dy supave të tij në formë të mollës. Kje ka atë vullë, tha, ja pa zhvullën. E pa zhvullën që i kishte, e cila vullë është e përmendur në librat e tona. Dhe tha, thumë raja fesana lahum tamen, pas ta u këthi, dhe ju ka përgadit atimve ushqim, felemma etahum bihi, edhe kur e pruni ushqimin, ju tha, wa kana hua fi raijet il ibil fekal. Edhe ishte, do më thonë pejgamberi sallallahu në mesin e deveve. Edhe ju tha, dërgojni në të shkoja atje, dhe përcileni. Përcileni se si rrejt do të shkojnë brapa këtij djalit. Që ti bindesh tash kur e shitet se kjo është me të vërtet buri i madh. Fillet hec pejgamberi sallallahu edhe hija rrejt shkonin mbi kokën e pejgamberit sallallahu. Lëviznin rrejt me lëvizjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, shiqoni tani kur tulet te druri se hija do të kthehet prej anës së kundërt në anë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe ndodhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e kundërt të drunit ku hija ishte nga ana tjetër, kur u ul në këtë anë hija u kthi ka ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa vallahi ktheni më shpejt se po të dëgjojnë, shiqoni, po të dëgjojnë romakët, krishter, se ky pejgamber do të del nga mesi arabëve, do ta vrasin. Ashtu edhe ndodhi dhe Abu Talibi do thotë e sheh se duke qenë aty vjen një ushtri, një ekspedit ushtarake të cilët i thojnë priftit mos ke pa një karavan prej arabëve duke kalu këtu nga se hirbazët e tonë kanë thonë se është nis pejgamberi i cili pritet me dal prej Mekës për në Sham. Se hirbazët na tregun dhe kemi ardhur të jemi duke kërkuat prifti gënjen dhe këta e kuptojnë se çështja është e madhe dhe serioze, e kapin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e kthejnë në Mekë. Kjo është pejgamberi juv, kjo është pejgamberi jon. Kjo është pejgamber me cilin na duhet krenohemi. Duhet krenohemi dhe të jemi krenar, se jemi ummet i këtij pejgamberi, ummet për të cilën ummet është i vetmi Muhammed i cili do të bën shefat në ditën e gjykimit. Edhe se ne si musliman e kemi për obligim, që dashurinë e vërtetë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta tregojmë me pasimin e rrugës së tij në gjitha segmentet e jetës. Dhe se na dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e manifestojmë vetëm një herë në vit. Nuk e manifestojmë vetëm një herë në vit, dhe se kjo është mashtrimi i shejtanit, që muslimanët ta përkujtojnë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm një herë në vit. Na këtë burr e veçojmë, na këtë burr e respektojmë, na këtë burr dhe ja dim madhështinë e tij gjatë tërë vitit, çdo ditë, në çdo çast, në çdo segment të jetës së tonë. Dhe kështu dhe lutim Allahun azza wa jall që të na merr shpirtin që të gjithëve duke qenë ummet i tij dhe pasues të realt të rrugës së tij, rrugës së sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.